Mos u prirni të besoni çdo alif matrak që ulet para kompjuterit dhe lëshon atë bataren e komenteve negative për avokatët, prokurorët, gjyqtarët. Më besoni që pjesa dërmuese e tyre nuk kanë shkelur kurrë në gjyq. Por merren me më tha, i thash, kam dëgjuar. Nuk kanë shkelur kurrë në gjyq. Unë kam 5 ditë, apo kolegët e mia apo dhe ju që lexoni komente nga qindra mira shqiptar, po dale mos e këtu po jetojmë. Nuk janë gjithë ta shqiptarë që kanë procese gjyqësore. Qofse në Shqipëri aktualisht janë 1.600.000 banor, nga të cilët 70.000 apo 80.000 banor janë ata që kanë pas probleme në vetë të parë me gjykatën. Këtu po duket sikur gjithë Shqipëria pas ka pas procese gjyqësore toke. A thua se ne një vend me ish pronar të mëdhenj tokash dhe kemi çështje pronësie. A do të ta ul me këmbë në tokë se kë quajnë çështje pronësie shqiptarët? Zihet vllai me vllajin për një gardh, zihet komshia për një mur, për një kanal, këto quajnë çështje pronësie shqiptarët. Dhe janë gjëja më idiote që mund ndodhin në botë. Ato çështje pronësie të asaj natyre që po gjykoj janë shumë të rralla. Por njerëzit të ndikuar nga kjo tymnaja e madhe është si pjesa e asaj, shiko mollon apo çështave, shiko njëri tjetrin edhe lësho atë bataren atje se asgjë s'ka për t'i gjetur. Por si do ndiheshit juve qofse unë them që të gjithë gazetarët janë korruptuar? Si do ndiheshit ju qofse unë do them që të gjithë gazetarët shkruajnë materiale sepse marrin lek? A do ndiheshit keq? Sigurisht. Por kjo çdo të thotë që unë njoh gjithë gazetarët e Republikës së Shqipërisë? Jo. E njëjta gjë është edhe me këta qytetarë që shajnë gjyqtar, prokuror dhe avokat.